Ka të vërteta dhe temrat e përveçshëm, pajtona, me vetë faktin që një popull po t'jep 50% njëre, 42%, pastaj 51% edhe ti s'po je në gjendje me i kry do procese, qoftë edhe këto të voglat, me ndërtu një shkollë, ose me ndërtu një rrugë normale, ose me bisedu me Kosovën me tërgu për para në politikat jashtme, diçka nuk në rregull këto, se s'ka populli që t'jep ma shumë. Populli po t'jep fuqin me i shty krejt proceset për para, me menagju një bugjet këtë që është, edhe ti po kërkon diçka dhe ma shumë, po ankohësh, edhe po kryon armiq prej gjanave të paqena, sepse kur kryon armiq, mund është pak edhe me unëzirë, kështu, teknikisht. Po, e vërtet, këtu populli besoj du t'mja fillu me kuptu ka pak që një personit ose një partije cila e ka dhonë gjithë fuqin e mundun edhe prap nuk merret me shtetin, po merret me pushtetin, diçka nuk në rregull. Duhet me kuptu që diçka nuk në rregull. Nuk shoh unë tash mundë me qenë subjektiv. Po ti nuk i nevoj me besu te unë, ose te mediat, ose te pozita, ose te opozita, po e besën realitetin. E realiteti ku ti jeton, tregon që rryma tu ka shëjtru 3-4 herë, tregon që inflacioni ka pas rritje, tregon që rrogat s'kan mujt me mbri rritjen e inflacionit, tregon që i kena ble 1 miliard euro rrym, tregon që kompanit private po kanë probleme me urrit, po kanë probleme me menagju proceset e veta, edhe njerëzit që jetojnë në Kosovë e përjetojnë këtë sistem, dhe ishtë dasht, edhe unë po shpresoj që na si opozit, nëse dim me komuniku me ta pak ma mirë, nëse dim me përqu mesazhin tonë, programin tonë pak ma mirë, këto gjana ishtë dash me ndru. Unë mendoj që një pjesë të madhe, tifajt du të me bartë na vetë si opozit, sepse vërtet nuk kena dit, s'kena mbri me e pas këtë diskutim me popull, edhe s'kena mbri me përqu këtë mesazh, por na nuk bën me undapi këti mesazhi, sepse kjo është e vërteta. Kur e shef, kur him politik qelen disa dritare të informatave që nuk i ki ma heret. Për shembull, kur ditën e 5 ose 6 kuvendit tash më kujtohet, neve na u dërgu një dokument 700 e diçka faqe që ishte buxheti, projekt ligji për buxhet, në orën 11 mëngjesa na thanë që në orën 3 mazite du të marrë me votu. Do me thonë për mu se një deputet i ri, u do të me lexu 732 faqe tabela, edhe më thanë orën 3 du të marrë me votu këtë projekt ligj. Jo, me sigur që 99% njerëzve që s'kanë marrë pjesë, edhe prej pozitës, edhe prej opozitës, edhe prej neve si LDK, në hartim të ati dokumentit të dopt, nuk kena mbri me lexu. Është e pamundur, as ChatGPT-ja nuk mbri ke me lexu. 732 faqe për 5 sahat. Për 4 sahat. Edhe dikur të analizu ato me tentimet e mija, me ChatGPT e me këtë AI-n, fillon i vrejnë dësane shumë interesant. Buxheti i Kosovës rikon rreth 4 miliard euro tash. Ka pas një rritje, jo ashtu si besohet, si manipulohet që ka pas rritje ta tashme, ka pas një rritje prej krijimit të shtetit të Kosovës, një rritje konstante, sidomos në raport me inflacionin e me gjanat e tjera. Tash, për këtyne 4 miliard euro, shumica e pareve shkojnë në transfere. Rroga, subvencione, pensione, këto ndihmat që i dhojnë para zgjedhjeve që na mësuma me to. Edhe metet një copë pak ma e vogël e buxhetit. Pjasa i copë ma të vogël buxhetit ka investime kapitale. Investimi ma i madh kapital në vitin 2026 është 19.8 milion euro, që të dikon me gabun pak në shifrë. Veç para mendone. E kemi një shtet, jemi të e kriju një shtet, ku investimi ma i madh kapital i vitit, për i këti buxheti është dikon 20 milion euro. 20 milion euro, sot 3 ose 4 biznismenat Kosovës më mbledh dhe bojnë investim. Edhe e mora mi nxerë të top 10 projektit kapitale më të mëdhaja, dhe projekti 6 më i madh kapital ke rindërtimi, renovimi, po i themi ndërtimi i një spitalit për shëndet mendor në Shtime. Në një komunë që o thejë që të vendosë, po s'ka lidhja, jo, po e lojnë ato anash. Po ti kur parëndon, a i spital shëqër që bëhet, edhe shumijet që është bëhet i projekt, për a i shdash me qenë dikon në top 50 projekte, ose 100 projektet më të mëdha të shtetit. Në top projektet të shtetit është dash me pas autostrada, termocentrale, universitete moderne, spitale moderne,
ose diçka që e prek jetën e shtresës të madhe të qytetarëve. Na investimin e 6 e kena një spital në Shtime. Pse ndodh kjo se shumica e pareve shkon transfere, subvencione, rroga 13, rroga akse, pjesë e syne pareve shkojnë me jaudhon ka 1.000 eurove studentave që shkojnë me studiu gjuhë shqipe. Edhe në fund asnjoni veç i kanë marrë bursat, asnjoni rrajt apo një pjesë e madhe tyne, as nuk i kanë plotsu kushtin me dalë në vit dytë. Tash për se s'dim gjuhë shqipe e di. Universitete e di që kemi, e çka kemi në to është temë mirë. Që tash edhe sane ti tregoj, lutna. Është shumë e rëndësi. Që kjo është një pej dolarëve ku kena gjujt pare shumë. E analizon që dokument, edhe e shef një projekt, ka nisë në vitin 2023, janë 16 milion euro të alokume për 6 vjetë, këna mri në vitin 2026, hini analizoj so parë janë shpenzu deri sot, 8.000 euro. 16 milion euro janë të parapame, për 4 vjetë i kanë shpenzu 8.000 euro. Shkojnë ma poshtë, të shfletu, e gjeni projekt tjetër, ka fillu në vitin 2024, në shkurt, deri në 2028 du të më kry, janë 8 milion euro të alokume, janë shpenzu 0 euro. 0 euro shpenzume. Të më thonë, na e kena borgjin publik dikon 16%. Ka më GDP, po. 16%. Maj ullti në Evropë. Këta krenohen që e kanë borgjin publik ma të ullti në Evropë. Të më thonë, 40% a lejon ligji, po më duket 40%. Kjo i bjen si me qeni rrugë, ku gjithë mundemi më vëzit 40 në orë, po jena të vëzit 16. 16 në orë, ka qitë krahin pëtritare, edhe po thotë mirja mëne. Që kjo është ndodhë. Nëse na rritim borgjin publik, vetëm në 40% sa lejohet, në shtet i shtina dikon përmi 3 miliard euro. Bëjnë 7 miliard euro. Nëse mujna me bo projekte me PPP, që është bojnë shtetet e tjera të rajonit, na i shtina dikon me 50 edhe 3 miliard tjera. Që emrin 8 miliard. 10 miliard e mrin. Me 10 miliard euro, që ky popull edhe që ky shtet fillon me u transformu dukshëm. Fillon me u transformu shëndetësia, infrastruktura, nuk blejna rrym 1 miliard euro. Arsimi, që është ma më rëndësi, edhe investojnë parën në hulumtim. Nëse e merë me analizu qatë dokument, edhe më nëjësha me gjithë diçka për inovacion, diçka për hulumtim edhe kërkim, një për linjave bugjetore është për çdo vjet ka 10.000 euro në vjet. Saktë, e di. 10.000 euro vjet hulumtim zhvillim. Jemi sigur që jepen, jemi sigur që Dokumentar së mund është me bo me 10.000 euro. Dokumentar së në bën. Edhe na mendojnë atash që këtë problemi jo këtu që neve po na sulmojnë Rusia, edhe neve këta, edhe mediat janë ashtu, edhe shërbimi